Ndryshimet në ligjin e punës nxjerrin në rrugë Mira Polak që kanë pushtuar kryeqytetin Varshavë në protesta që po zgjasin prej 5 ditësh dhe priten të vijojnë edhe javën e ardhshme. Që prej fillimit të javës protestat janë bërë gjithmonë më të shumta dhe janë përhapur në qytetet e tjera të vendit, ku sindikatat dhe qytetarët të thjeshtë kërkojnë një pagë minimale më të lartë, më shumë siguri për vendin e punës dhe zhvleftësimin e ligjit që rrit moshën e daljes në pension në 67 vjeç. Shumë prej manifestuesve mbanin parulla në të cilat kërkohen tërheqja kryeministrit Donald Tusk. Manifestimet janë më të mëdha në një dekadë. Edhe pse të majtë të djathtë janë bashkuar kundër ligjit të shumë përfolur, jemi duke u shndërruar në sklevër të vendit ton, deklaroi Marek Duda, lideri i partisë legjendare që lindi nga sindikata kundër socializmit të Jeruzalemit. Në vitet 80, dhe nxori në krye udhëhecin Lech Walesa, ndonë se Polonia është i vetmi vend i Bashkimit Evropian që ka shmangur recesionin në vitet e fundit. Ekonomia është ngadalësuar thuajse në nivelet e stagnacionit dhe sipas qeverisë, reformat thelbësore janë bërë të domosdoshme për të rikthyer një rritje të qëndrueshme.